Hartën tuaj, Arjan, na sjell atë të parën. Po, në hartën tuaj dëshmohet që linja atërore, linja gjenetike juaj, kalon nga djepi I njerëzimit në Afrikë, në ato kora që është shumë të hershme, por kalon në për Italinë e sotme dhe del në Shqipërinë e sotme. Mes Fierit dhe Vlorës. A ka linja të tjera shqiptarësh, linja të tjera gjenetike? Pak a shumë I përmendi profesori Mala, por që kanë rrjedhë tjetër. Po, unë e përmena jo rasisht ato EV 78, sepse duket se ka dhe një linjë tjetër nga Antalija dhe pjesë tjera, pikrisht se jo dyshin e përmeni profesorit dhe Ernishin duket ashtu. Qartë, ne nuk e dim kontekstin kohor tani për tani sepse nuk kam ndonjë rezultat, po sigurisht që ka dhe linja tjera. Ashtu si që edhe në këtë lindjen atërore timen, pra do të ketë degëzime mrena këtij territorit, pra shumë fare letë që një grup dikun 4-5.000 vjetë para Krishtit do të ketë kalu në drejtim të Hungarisë, pa e bon këtë rreth kështu, këtë qarkor. Pastaj që nga territori Luksemburg ka qartë, pra në test, bje fjala aty të Luksemburg nuk e shon nga këtu, po nëse mojnë men është EBY 191.636. Pra nga ky nën grup, nga ky mutacion, pra ka shpërndarje deri në Suedi, në Skoci, në Angli dhe shumë vende tjera. Pra me të drejtë po e them tani pra se ne jemi pra një qerdhe e një pjesë të popullimit të Evropës dhe sigurisht si të tillë jemi evropian dhe kemi kontribuar natyrisht këtij kontinenti në të gjitha aspektet. Pra, ndërsa ndoshta ato shpërndarje tjera si kanë shkuar që nuk I kam studiuar, të them të drejtën, në ndonjë emision tjetër nëse besoj pe rrënjeve. Unë një pyetje po ta shtroj tani, përgjigjen ma jep në një herë tjetër, nuk pres përgjigje me një herë. Nëse nga projekti rrënjët ju thonë se nuk I përkisni fisit Gashi, do ta ndronin mbi emrin? Jo. Jo. Absolutisht jo. Nuk e prita përgjigjen. Jo, nuk çon fare pesha ajo. Nëse do ta kisha ndruar mbi emrin, arsye shumë më e fuqishme do të kishte qenë nëse kam një mbi emrin jo shqiptar. Okej. Pra atëherë me siguri do të kisha ndruar, por sa I përket gjenit absolutisht jo. Nuk do ndryshoj asgjë në jetë, mandej nuk është se më bën shumë krenare dhe kjo punë tani me këtë gjën, absolutisht thash që edhe sikur të isha dal diçka tjetër, unë e di që jam shqiptar, jetoj si shqiptar dhe jam përpjekur gjithë jetën, domethënë të kontribuoj këtij kombi. Natyrisht edhe populli zvicran, pra nuk do të ndryshonte diçka në këtë drejtim, por kjo është një freski tani për mua që vërteton ato përpjekjet e mia, leximet që kam lexuar nga profesorët e nga gjithë këta dhe një farë arsyetimi që kam blu shumë para fëmijëve të mirë shpeshherë e marrin si prallë, kupton? Po.